Jo, e mora që këvesh në përmjet telefonave që i ka qujtë rebel kryetare për shkive në Vlorë. Po ka me rebel edhe me qenë bilqeni se aji. Po ka me maskara se aji. Që i thot Divjakës, delnin kryetari, ky qa një ky pushtetit e ndodhë, do të ngjellet Divjaka. Qytet s'na ka dhënë kyne, qytet n'na ka dhënë Sali Berisha. Atë që e ka. Unë jam demokrat, atë që nuk e dua të padresin. Ama që e ka bërë qytet, dhe ka merita. Po jo ky legjeni kërkon ta heqin në të rrini qytet kuku. Dhe të drejtat që kalojmë lushjes. Dhezë dhe motra, nesër është ditë historike. Antarët e Këshillit, des Lilit apo 2-3 kokrave nuk ka qenë askush. Më fal o burr. Të ngrihen, të studiojnë, të flasin dhe të mendojnë për njerëzit e Divjakës. Antarët e Këshillit do të bëjnë histori nesër. Jo të fshihen si minj. Nesër do të tregojnë vendit edhe kryetarit, gjithë njerëzit. Të marrin edhe vendimin e merituar të mendojnë për ta fitë vegjël, edhe për ne. Unë jam demokrat, sot e 34 vjetë. 3 herë ka punë kam qenë atje. E s'vetë edhe asnjëherë, edhe lushën nuk shoh asnjëherë. Se punën e familjes time kam dëtuar vetë. Nesër antarët e Këshillit duhet të bëjnë histori. Kush ka mundësi që të flasë fjalët dhe atë që ka mik. Mos të flen gjumë, se nuk i marrin dirama ata. Se do t'ja marrin dhe shtëpia këtyre antarët e Këshillit, do t'ja marrin shtëpia. Do miratoj një ligj, e do ta bëj me izraelit, me pakistanez. E mos të vi mos të duket çka. Do vi Hariqi unatë të shpia, va vlendër. Po e më të gjoni që po them. Nuk ka nevojë Divjaka me Hariqi, jo për rasizm, të dhe me sinjeritet. Divjaka është racë ariane, është racë e pasur, racë punëtori, dhe jo racë dembeli. Ky burri gjatë kërkon t'i për të gjata. Ju faleminderit, mos flini gjumë, se po fjetëm gjumë në mori lumi. Faleminderit.